Në qysh e kinë? Si pas skenarit, po shkojma? Respekt është një qika ma në ideali. Po kështë hajde bre. Mirë se vini në weekend! Irena Aliu, që ta shtë foli Irena? Edhe të kolla ma tjena, po përbëj për televizion. Mirë se erdhe. Faleminderit shumë. Koincidencë, qa fole me Antigonën? Antigonën, për yjet, qëfar horoskop shka jenë? Për gafore. Gafore? Jo, po du me lidhë me Antigonën, se kjo është grimerja e pare kafenes. Po. Antigona? Po. Sa interesant. Grimin e para na i ka bon kafenes. Qëfar kujtime keni me të? Ku e shumë të këqia. Ja, fantazi. E por si rënqet, ku dhe the. Ja, nice, shumë mirë. Na të vaktu ku fantazi. Ala është Antigona e mirë, që veç koincidencë këtë. Që shke lidhë, musafir. Jo, qa tha gaforja këtë qasit qa ku isha me qatë? Mirë ke. Mirë, Ka pjesa ndoket e dashnisë shumë mirë. Dashnin e kena krymati, vabla. Ashtë dashni të reja. Qatë dashni, halja dush me majtët. A me majtë, unë e kështë për dashni të reja. Jo. Keni interesant, po tash ke deri me të martën, nësë shta këthet naj ex, ose që ke menu dikan, po ato mos e ki parasysh. S'po merëm ato. Që mirë jemi. Kërrisim fëmit që i kena, vabla. Falimderit shumë që jeni në studion e Weekendit, falimderit Irena, falimderit Fatos. Është nga si e madhe t'ju kemë këtu në studio, e pom një promo. Po të edhe jo? Ajo në gjone, ajo nostalgji? Promo. Lezgjika e këtune promove, këtune skenave kër i shodhe në TikTok, une i iki, adhe të qëllimesht. Mësë mu këthyte emocioni vjetër, adhe. Pse? Rashynë se na plagë, vabla, këqysh pëse. S'po është lezet për dëmë në vënd me po vetën. Jo, adhe. Pas 20 vjetë. Mirë po është interesant me i po këto